بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Falëndërim dhe lavdërim të qofshin për Allahun xhalla wa ala. Atë falenderojmë, për i tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selam të qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë me lejen e Allahut xhalla wa ala me serinë e ligjëratave udhëtimi drejt ahiretit, pasi kem përfundu javën e kaluar për kufizimin e shpirtit dhe çfarë dimë rreth tij, gjithashtu meselet se shpirti është i krijuar apo jo, edhe format se si apo lidhshmëria e shpirtit me trupin dhe etapat në të cilat kalon ai. Sot me lejen e Allahut xhalla wa ala i kem disa tema të reja, të cilat gjithashtu kanë bëjnë me shpirtin. Forma e nxjerrjes së shpirtit nga trupi në momentet e vdekjes dhe çfarë ndodh pas saj. Vdekja dhe forma e nxjerrjes së shpirtit. Javën e kaluar një mesele e përmendëm si shpejt, edhe ajo ka të bëjë me faktin se a vdes shpirti apo nuk vdes. Shpirti a vdes apo nuk vdes. Dietarët e ummetit islam rreth kësaj çështje kanë diskutim dhe kanë diskutuar rreth kësaj mesele. Kryesisht janë ndarë në dy mendime. Mendimi i parë është ai se shpirti vdes, sikur vdes çdo gjë. Dhe mendimin e tyre kanë mbështetur në disa argumente kuranore, të cilat do t'i shohim në vijim. Argumenti i parë është se Allahu xhalla wa ala thotë: Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram. Çdo gjë ka për të përfunduar. Çdo gjë do të përfundoj përveç Allahu xhalla xjalaluhu, i cili është i përgjithmonshëm. Janë argumentuar me këtë formë, ka thënë se pasi çdo gjë do të përfundoj, e prej këtyre gjërave është edhe shpirti, e që do të mbetet vetëm Allahu xhalla xjalaluhu. Argumenti i dytë, thot Allahu xhalla wa ala në surën Qasas: Kullu shay'in halikun illa wajha. Çdo gjë ka për të shkatruar përveç fytyrës Allahu xhalla xjalaluhu, përveç Allahut azza wa jall. Ka thënë padyshim se edhe shpirti ka për të shkatruar sikur shkatruohet edhe çdo gjë. Edhe me këtë synohet përfundimi i tij. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahu xhalla wa ala kështu ka thonë, çdo kush ka për ta shijuar vdekjen. Kanë thënë pastaj pasi edhe melaçet vdesin edhe do ta shijojnë ato e që janë krijesat më të dashurat Allahu xhalla xjalaluhu, padyshim se edhe shpirti atëherë duhet ta shijojë vdekjen. Kjo është mendimi i parë i dietarëve. Ndërsa mendimi i dytë i dietarëve është se duhet të precizohet se çka synohet me vdekje. Nëse synohet me vdekje përfundimi ekzistencial i shpirtit, atëherë duhet ditur se shpirtin këtë formë nuk vdes. Për faktin se argumentet e përgjithshme të shariatit, që flasin për jetën e varreza, shpërblimet që njeriu gjithsesi shpirti i tij do të shijon,
dënimet që do t'i shijon, jetën që do të realizon, do të jetën e varrezave, krejt këto janë argumente të qarta që tregojnë se shpirti kalon prej një etape në një etapë tjetër. Pra, nëse synohet me vdekje përfundimi ekzistencial i shpirtit, do me thonë, përfundon edhe ai më nuk ekziston, atëra kjo nuk është e qëlluar. Do me thonë, në këtë formë, Allahu Xhellahu Ala nuk e ka synuar përfundimin e shpirtit, për faktin se Allahu shpirtin e ka kriju me fillim, mirë po e ka caktuar ashtu që tjetoj pa përfundim që të shijoj kënaqësi gjithsesi dënimet që Allahu Xhellahu Ala i ka përkatit. Pra, la yadhuquna, thot Allahu Xhellahu Ala, la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula. Aty nuk do të shijojnë më vdekje. Përveç vdekjes së parë, ka për qëllim ndarjen e shpirtit prej trupit edhe kalimin në një etapë tjetër. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Thot Allahu në Kur'an, e si po e mohoni Allahun kur ju ishit të vdekur, pastaj ai ju ngjalli. Pastaj ju bëri të vdes, pastaj ju ringjallë dhe kështu do të vazhdoni të jetoni. Edhe do të ktheheni te ai. Me vdekjen e pa Rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa'tarafna bi dhunubina. O Allah, na ke bërë të vdesim 2 herë dhe na ke ringjallë. Çka ka për qëllim vdekjen e tyre 2 herë? Se njeriu 2 herë ka qenë i vdekur. Fillimisht kur ka qenë pikë uji në trupat e prindërve të tij, pastaj Allahu Xhellahu Ala i ka bërë të jetojnë. Fillimisht në barkun e nonës, pastaj në këtë dynjë, pastaj i ka bërë të vdesin me ndarjen e shpirtit prej trupit, e jo me përfundimin ekzistencial të tij. Pastaj thot thumma ilayhi turja'un. Dhe te Allahu Xhellahu Ala keni për të kthyer. Allahu Xhelle Xhelaluhu për secilin krijesë edhe për secilin njeri ka caktuar ejel. Do të thonë vdekja në këtë kontekst që përmendum është për qëllim ndarja e shpirtit prej trupit. Apo thonë ndryshe kalimi prej një etape të ekzistencës të jetesës me një etapë tjetër. Allahu Xhellahu Ala për çdo secilin ka krijuar ejel. Ejeli është caktimi të cilën Allahu Xhellahu Ala e ka caktuar për secilin se sa duhet të jetojë. Ai as nuk shtyhet, e as nuk vonohet, e as nuk përshpejtohet. Li kulli ajalin kitab. Çdo secili thot ka të shkruar ejelin e tij. Çdo secili e ka të shkruar ejelin e tij. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Edhe kur ju vjen afati të cilën Allahu Xhellahu Ala për ta e ka caktuar, ata as nuk mund ta shtyjnë atë, ta vonojnë, e as nuk mund ta përshpejtojnë. Gjegjësisht apo kryesisht me vdekjen e njeriut apo momentet kur njeriut i vjen ejeli, padyshim se vdekja i ka dhimbjet e saj. Çdo secili do të asheh atë që Allahu Xhellahu Ala e ka premtuar për çdo secilin. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Allahu Xhellahu Ala thot në Kur'an, fshetësia e vdekjes, të cilët ju e mohoni, tani është hak edhe shihni me sytë e juaj. E shihni me sytë tuaj ato prej të cilës vazhdimisht keni ikur. Vdekja i ka dhimbjet e saj padyshim. Nuk do me thonë nëse dikush shpirti i tij del lehet sipas perceptimit ton, ose dikush ka vështirësitë e saja që duken, nuk do me thonë se ajo ka kaluar thjesht edhe rëndom. Pejgamberi Allahu Xhellahu Ala në momentet e vdekjes çush ka ardhur në hadithet e tij se e fuste dorën në një enë, e freskonte fytyrën e tij, edhe thonte la ilaha illa Allah, inna lil mauti la sakarat. Allahu Xhellahu Ala është një.
nuk ka kush që meriton adhurim përveç Ti, me të vërtet vdekja pas ka dhimbje të mëdha. Në momentet e vdekjes, kryesisht në melaçet e cilat e morrin shpirtin e njeriut, në fytyrat e tyre, në formën se si nxjerret shpirti i tyre, automatikisht çdo secili e kupton edhe përfundimin e tij në ahiret se çysh ka me qenë. Allahu Jalla wa Ala e shpjegon në shumë ajete kuranore se si melaçet e rahmetit vinë dhe ja morrin shpirtin njeriut, edhe si melaçet e ato të cilat nuk përgëzojnë me khair vinë dhe ja morrin shpirtin njerëzve jo të mirë. Ajetet kryesisht janë në surën Al-An'am, në surën Al-Anfal edhe në surën An-Nahl. Është një hadith i gjatë, të cilin kisha pas qef me ndëgju mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith i shpjegon apo i sqaron detajet se çysh Allahu xhelle xhelaluhu gjithsesi melaçet e marrin shpirtin e çdo secilit lloj prej njerëzve. Hadithin e shënon Bara ibn Azib, e transmeton Imam Ahmedi rahimahullah në musnedin e tij, Abu Dawudi gjithashtu në sunenin e tij, me rrugët e transmetimit të tyre nga Ameshi rahimahullah, e kë nga Minhal ibn Amr, e kë nga Zadhan i cili përcjell nga Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, i cili thot: pa lexojmë hadithin shqip. Dalëm me të dërguarin e Allahut, Allahu sallallahu alaihi wasallam në një xhenaze të një burri nga ansarët. Arritëm tek varri, edhe ende nuk ishte përgatitur varri i tij për varrim. Kështu thot. I dërguari i Allahut u ul dhe ne u ulëm rreth tij, sikur mbi kokat tona të kishte zogj nga qetësia. Në dorën e tij kishte një shkop me të cilin e godiste tokën, pastaj ngriti kokën dhe tha: kërkoni mbrojtje tek Allahu nga dënimi i varrit. Këtë e tha 2 apo 3 herë. Pastaj tha: kur robi besimtar është në momentin e ndarjes nga kjo dynjë dhe afrimit me botën tjetër, zbresin tek ai melek nga qielli, me fytyra të bardha si dielli, me vete sjellin qefen nga xheneti dhe arum nga xheneti dhe ulen pranë tij derisa shikon syri i tij. Pastaj vjen meleku i vdekjes dhe ulet pranë kokës së tij dhe thot: o shpirt i mirë, del drejt faljes së Allahut dhe kënaqësisë së tij. Atëherë shpirti del let siç del thot një pikë uji nga ena. Kur e merr shpirtin, melajket nuk e lën asnjë çast në dorën e tij, por e marrin dhe vendosin atë në qefin dhe aromë. Nga i shpirt del një erë më e mirë se aroma e miskut në tokë. Komentatorët kur kanë folur se vendosin në qefin dhe aromë, kanë thonën se edhe shpirti mbështjellet me qefin, sikur mbështjellet edhe trupi i të vdekurit. Pastaj ngjitet me të në qiell, nuk kalojnë pranë asnjë grupi melaikesh pa u pyetur çfarë është ky shpirt i mirë. Ata thonë: filani, biri i filanit, duke e quajtur me emrat më të bukur që e thërresnin në dynjë. Kur arrin në qiellin e parë, hapen dyert për të dhe vazhdojnë derisa arrin në qiellin e 7. Ka ardhur në për disa transmetime se melekët e çdo qielli e përcjellin ngrop deri tek qielli tjetër. Pastaj vazhdon shpirti i tij deri në qiellin e 7. Ka ardhur në disa transmetime deri në qiellin mbi të cilën është Allahu xhelle xhelaluhu. E amintum men fi sama, a jeni siguru prej atij që është mbi qiell. Allahu i madhruar thot: pastaj kur arrin në qiellin e parë, hapen dyert për të dhe vazhdojnë derisa arrin në qiellin e 7.
Allahu i madhruar thot: shkruajeni librin e robit tim në Illijin dhe kthejeni atë në tokë. Kanë thonë në Illijin është vendi më i lartë që Allahu xhallahu ala e ka vlerësuar për dikën. Dhe kthejeni atë në tokë, sepse prej saj i kam krijuar, në të do t'i kthej dhe prej saj do t'i nxjerrë përsëri. Atëherë shpirti i tij kthehet në trup, pastaj atij i vijnë dy melek dhe e pyesin dhe i thonë: kush është Zoti yt? Ai thot: Zoti im është Allahu. Cila është feja jote? Ai thot: feja ime është Islami. Kush është ky njeri që u dërgua në mesin tuaj? Ai thot: ai është i dërguari i Allahut, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë dije ke? Ai thot: e lexova librin e Allahut, besova në të dhe vërtetova atë. Atër thret një thirrës nga qielli: robi im tha të vërtetën, shtroni për të shtrat nga xheneti, visheni me rrobat të xhenetit dhe hapni atij një derë nga xheneti. I vjen era nga begatia e xhenetit dhe varri i tij zgjerohet sa të shoh syri. Pastaj i vjen pastaj në disa transmetime tjera ka ardhur edhe thot se i thuhet: flej ashtu që flen i sapo martuari. Pastaj i vjen një njeri me fytyrë të bukur, rroba të bukura dhe aromë të mirë dhe i thot: përgëzohu me atë që të gëzon, kjo është dita jote që të ishte premtuar. Ai thot: kush je ti? Fytyra jote vjen më të mirë. Ai përgjigjet: unë jam vepra jote e mirë. Atëhera i thot: o Zot, për shpejtoje kiametin të kthehem te familja dhe pasuria ime. Ndërsa jo besimtari, tash komplet pala tjetër është. Ndërsa jo besimtari, kur është në ndarje nga kjo botë dhe afrimit në botën tjetër, zbresin tek ai melek me fytyra të zeza, me vete kishin një pëlhur të vrazhë dhe të vjetruar, dhe ulen pranë tij derisa shikon syri. Meleku i vdekjes i thot: o shpirt i keq, del prej zemërimit dhe dënimit të Allahut. Del drejt zemërimit dhe dënimit të Allahut. Atëherë shpirti i tij shpërndahet në trup, ashtu që nxirret me vështirësi të mëdha, siç nxirret ferrat nga leshi i lagur. Kur nxirret shpirti, melekët nuk e lën asnjë çast në dorën e tij. Është fjala për melekun e vdekjes. Por e marrën dhe vendosin atë në pëlhur të vrazhët dhe të vjetruar dhe ashtu ngjiten me të. Nga i shpirti jo besimtarit del një erë më e keqe se era e kufumës së kalbur që gjendet mbi tokë. Pastaj melekët ngjiten me të dhe nuk kalojnë pranë asnjë grupi melekësh pa thënë: çfarë është ky shpirt i keq? Ata përgjigjen: filoni, biri i filonit, duke e quajtur me emrat më të shëmtuar me të cilët thirrej në dynjë. Derisa arrin me të në qiellin e kësaj bote dhe kërkojnë që të hapen dyert për të, por nuk hapen. Pastaj i dërguari i Allahut lexoi fjalët e Allahu xhalla xhelaluhu ku thot: la tufattahu lahum abwabu as-samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Nuk u hapen dyert e qiellit për ta dhe nuk hyjnë në xhennet derisa deveja të hyjë në vrimën e gjilpërës. Atëherë Allahu i madhëruar thot: shkruajeni librin e tij në Sijjin, në tokën më të poshtme dhe hidheni shpirtin e tij me forcë. Pastaj i dërguari Allahu xhelle xhelaluhu lexoi fjalët e Allahut: wa man yushrik billahi faka'annama kharra min as-sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Kush i bën shirk Allahut, është sikur të ketë rënë nga qielli dhe e rrëmbejnë shpendet ose e hedh era në një vend shumë të largët. Pastaj shpirti i tij kthehet në trupin e tij. I vijnë dy melajke dhe i thonë: kush është Zoti yt? Ai thot: nuk e di. Cila është feja jote? Ai thot: nuk e di. Kush është ky njeri që u dërgua tek ju? Përgjigjja e tij është e njëjtë: nuk e di.
Atër thret një therrës nga qielli, ka gënjur robi im. Shtronit për të shtrat nga zjarri dhe hapni një derë nga zjarri. I vjen era dhe nxehtësia e zjarrit, varri i tij ngushtohet derisa i shtypen brinjet. Pastaj i vjen një njeri me fytyrë të shëmtuar, rroba të shëmtuara dhe erë të keqe dhe i thot: përgëzohu me atë që të hidhëron, kjo është dita jote që të ishte premtuar. Ai thot: kush je ti? Fytyra jote vjen me të keqe. Ai thot: unë jam vepra jote e keqe. Atëherë ai thot: o Zot, mos e bëj kiametin të vi. Imam Ebu Davudi në një transmetim tjetër të Xheririt nga Ameshi me po të njëjtin sened e përcjell një shtesë në fund të këtij hadithi dhe thot: ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا قال ثم تعاد فيه الروح. Pastaj atij caktohet një engjëll i verbër dhe me mens, i cili mban në dorë një çekan prej hekuri dhe që po të goditej me të një mal, ai do të shkatërrohej dhe bëhej pluhur. Ai godet me një goditje të fortë, zhurmë në së cilës e dëgjon çdo krijesë ndërmjet lindjes dhe perëndimit, përveç njerëzve dhe gjenëve. Nga ajo goditje ai bëhet pluhur e pastaj e më pas shpirti i tij kthehet përsëri. Kanë thonë komentatorët e hadithit, formulimi i hadithin këtë formë, ku tregon për përgjigjen e munafikëve edhe jo besimtarëve, që thonë nuk e di, kjo jep me kuptu se ai në esencë e ka dëgju kush është Zoti yt si fjalë. E ka dëgju për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për Islamin si fe, për Kur'anin si libër, mirë po në ato momente Allahu xhalla wala nuk ja mundson gjithë secilit me e dhonë përgjigjen e saktë. Për këtë arsye ai përgjigjen këtë formë. Bile ka ardhur në disa transmetime kur thot i kam dëgjuar njerëzit duke thonë kështu edhe thoja edhe unë. I kam dëgjuar duke thonë, kam thonë edhe unë. Mirë po e shohim se në këto momente nuk të bën dobi përveç ka besimit të drejtë edhe të sinqert. Besimit të drejtë edhe të sinqert. Prej meseleve, pastaj që është si rjedhoj e kësaj që u tha deri me tani, është edhe sprova e varrit. Janë sprovat e varrit. Zakonisht, kur flitet për sprovat e varrit, njerëzit mendojnë se me sprovën e varrit synohet dënimi i tij. Synohet dënimi i varrit. Mirë po nuk është për qëllim kjo. Gjitha hadithet që flasin edhe argumentet sheriatike me sprovën e varrit është për synim pyetjet që të pyetjet që me lejket ja drejtojnë njeriut natën e varrit. Kush është Zoti jot? Kush është feja jote? Kush është i dërguar jot e kështu me radhë. Me një fjalë, ajo që e vërteton se varri e ka sprovën e vet, përveç dënimit edhe shpërblimit, pastaj më vonë, janë edhe argumentet ku Allahu xhalla wa ala thot: yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu xhalla wa ala besimtarët e drejt i përqëndron në fjalën la ilaha illallah në këtë dynjë edhe në ahiret, kanë thonë në natën e varrit gjëgjësisht në sprovën e tij. Edhe në hadith ka ardhur innakum latuftanun. Me të vërtetë ju keni më u sprovu në varret tuaja. Ju keni më u sprovu në varret tuaja. Dietarët kur kanë folë për sprovat e varrit, i kanë përmend disa prej meseleve që kanë lidhshmëri të ngushtë me sprovën e varrit. E para, sprova e varrit a e përfshin vetëm ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, a i përfshin edhe ummetet e tjera.
sprova e varrit, do të thotë çdo pyetje në varr që ju bën njerëzit. A e përfshin vetëm ummetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, a përfshin edhe ummetet që ishin para tij? Meselja e dytë, a ekzistojnë kategori që përjashtohen nga sprova e varrit? A ka ndonjë kategori të caktuar të njerëzve që janë të sigurt nga sprova e varrit, nuk sprovohen? Meselja tjetër, apo e tretë në këtë pikë, është a sprovohen në varr vetëm muslimanët edhe hipokritët të cilët e kanë shfaqur besimin e tyre, ndërsa mos besimin e ka fshehur në zemër, apo sprovohen muslimanët, munafiqët, edhe çdo jo besimtar tjetër që më thonë mos besimi i tyre është i qartë dhe i shfaqur. Çështja tjetër është cilat janë melekët të cilat e sprovojnë njerin atë natë, edhe meselja e pestë, si kthehet shpirti në trupin e njeriut gjatë pyetjes së varrit. Se e pam në hadithin e Bara ibn Azib se shpirti kthehet në trupin e njeriut, pastaj fillojnë pyetjet. E para prej këtyre meseleve a përfshin sprova e varrit vetëm ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo edhe ummetet e mëparshme? Pse e ka ngritë këtë problematik? Kujt jam mërmenja, për çfarë arsye ka ngritë këtë problematik? A sprovohen krejt ummetet apo sprovohet vetëm ummeti i Muhamedit? Pse? Tashën çështja është se a sprovohet apo a ka më pyet vetëm ummeti i Muhamedit, a kanë më pyet edhe ummetet e tjera. Këtë problematikë ka ngrit duke i shikuar argumentet se njerëzit kur të pyeten natën e varrit kanë më pyet kush është Zoti yt, kush është feja jote dhe kush është ky njeri që ka ardhur te jo. Me një fjalë ky njeri ka ardhur te ummeti i fundit i Muhamedit alayhi salatu wasalam, e nuk ka ardhur për të gjitha ummetet që kanë qenë më herët. Çdo ka qenë problematika kur e ka ngrit. Mirë po ajo që është më e qëllune se kanë më pyetën çdo ummet. Çdo ummet ka më usprovu. Kanë më usprovu me pejgambert e tyre. Kanë më usprovu me çato të cilën ju ka ardhur në kohën e tyre. Meselja tjetër është a ekzistojnë kategori që përjashtohen nga sprovat e varrit. Ka disa kategori të njerëzve që përjashtohen nga sprovat e varrit. Cilat janë ato kategori? Po? Shumë mirë. Kategoria e parë që kanë me u përjashtuar apo kanë me u siguru prej sprovës së varrit janë pejgamberët e Allahut xhalla xhelalu. Edhe argumentimi për ta është në dy forma. Forma e parë është se nëse përjashtohen shehedet, atëherë pejgamberët e Allahut xhalla xhelalu janë më përsor me u përjashtu. Edhe forma e dytë, çfarë do të për këtë njeri? Allahu xhallahu ala ka më isprovu me ta. S'ka mundësi më isprovu ata me vetveten e tyre. Është e qartë? Tash Allahu xhallahu ala ka më pyet për Muhamedit alayhi salatu wassalam, njerëzit e ummetit të tij, çka din ti për këtë njeri? Kush është ky njeri që ka ardhur në mesin e ju? Atëherë a ka nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më pyet për vetveten e vet, kush jam unë? Ka thënë ky është argument që pejgamberët e Allahut janë të sigurt prej sprovës së varrit. E dyta, kategoria e dytë janë shehedet. Pse shehed kanë me u siguru prej sprovës së varrit? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kafa bi bariqati suyufi
ala ru'usihim fitne. Ju mjafton aty atë që më thonë fishkëllimat e shpatave mbi kokat e tyre, që Allahu xhalla wala atë natën e varrit ti siguroj nga sprova e tij. Kategoria tjetër është ata njerëz të cilët i ruajnë kufet e shtetit islam, el murabitun. Argument për këtë është hadithi i Salmanit radiallahu ta'ala anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: ribatu yawmin fi sabilillahi ribatu yawmin wa layla khairun min siyami shahrin wa qiyamihi. Ruajtja e kufeve të shtetit islam, një ditë e një natë, është më e mirë se agjerimi i një muaji, është më e mirë se të agjerosh një muaj edhe të falësh gjatë tij. Thot: wa in mata jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. E nëse vdes, Allahu xhalla wa ala shpërblimet e tij s'ka më janë dal, edhe ka më siguru prej sprovave të varrit. Ka më siguru prej sprovave të varrit. Një kategori tjetër e njerëzve janë ata besimtarë të cilët vdesin në natën apo ditën e xumës. Janë ata besimtarë të cilët vdesin në natën apo ditën e xumës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ma min muslimin yamutu yawm al-jum'ati aw leylati al-jum'a illa waqahu Allahu fitnat al-qabr. Nuk ka njeri besimtar i cili vdes ditën apo natën apo ditën e xumës, vetëm se Allahu xhalla wa ala ka më mbrojt prej sprovave të varrit. Gjithashtu, prej kategorive të cilët Allahu xhalla wa ala i siguron prej sprovave të varrit, është kush fëmijët e vegjël edhe ata të smutit mental. Pse këta janë siguruar? Pse janë siguruar në këtë kategori? Edhe fëmijët e vegjël, edhe të smutit mentalisht. Për faktin se në varr pyeten ata të cilët janë kon mukellefin, ata të cilët janë kon të ngarkuar me dispozita, ata të cilët i përfshin, shme thonë, ligjërime dhe kërkesat dhe ndalesat e Allahu xhelle xhelaluhu. Ndërsa fëmijët e vegjël, të cilët vdesin para moshës madhore, edhe të smutit mental, nuk janë të kërkuar me dispozita. Është e qartë? Për këtë arsye janë të sigurt prej dënimit apo sprovës së varrit. Çështja tjetër është: hal al-kafiru yuftanu fi qabrihi. Pa besimtari i qartë as provohen në varrin e tij. Besimtari s'provohet. Dietarët janë dhënë dy mendime. Është interesant këto kur po them dy mendime, jam të folë të dietarët e ehli sunetit dhe xhamatit. Nuk jam të folë të dietarët e ehli sunetit në një grupacion tjetër. Po jam të folë për ata të cilët janë në rrethin e ehli sunetit dhe xhamatit. Ibn Abdul Barri rahimahullah thotë se ata të cilët do të sprovohen natën e varrit janë besimtarët që kanë shfaq besimin e tyre, edhe kanë pas besim me zemër, edhe hipokritët të cilët e kanë shfaq besimin e tyre, mirë po e kanë shef mosbesim. Ndërsa pa besimtarët e qartë nuk sprovohen. Ibn al-Qayyim rahimahullah që to meseli ka trajtu Gjon e Gat, librin e tina që ka mbi shpirtin. E përmen fjallën Ibn Abdul Barrit rahimahullah, ku thot faqala Abu Umar Ibn Abdul Barri është prej hoxhallarëve të mëdhaj të ummetit islam. Ka jetu ka fundi i shekullit 4 deri ka pjesa e parë e fillimit të shekullit 5. Ka qenë prej hoxhallarëve të mëdhaj të Andaluzisë. Edhe nuk ka dalë kur prej Andaluzisë. Është interesant. Vendet e Andaluzisë ka hedhë gjitha. Me Ishbilian, me Kurtuban, bile ka vden Kurtuba, rahimahullah. Thot Abu Umar ibn Abdul Barr në librin e tij At-Tamhid, libër që e komenton Muwatta e Imam Malikut,
والآثار الدالة على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة. Argumentet e përgjithshme thot aludojnë ka ajo se sprova e varrit do t'i godet vetëm besimtarët, edhe ata hipokritë të cilët e kanë shfaqur besimin e tyre, edhe i llogarisin prej njerëzve të qibles, prej muslimanëve, do të thonë pas e kanë shfaqur besimin, ndërsa wa amma al-kafiru al-jahid al-mubtil falaysa mimman yus'alu an rabbih wa dinihi wa nabiyih. Ndërsa besimtari, pa besimtari i qartë, që ka shfaq mosbesimin e tij, ai nuk pyetet, nuk sprovohet natën e varrit, edhe nuk pyetet as për Zotin e tij, as për fenë e tij, as për pejgamberin e tij. Mirë po ata që pyeten janë po thot besimtarët, edhe ata që kanë shfaq islamin, pastaj Allahu xhalla wa ala i forcon besimtarët me fjalën e tij la ilaha illa Allah, ndërsa i vën në dyshim pa besimtarët. Ndërsa Ibn al-Qayyim rahimahullah pas e përmend këtë fjalë thot wal Qur'anu was sunnatu tadullu ala khilafi hadha al-qawl. Edhe Kur'ani, edhe Sunneti e thonë të kundërtën e kësaj që përmend Ibn Abdul Barri rahimahullah. Thot prej argumenteve që përmend ajet në surën Ibrahim, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله جل وعلا përforcon me fjalën e tij la ilaha illa Allah besimtarët, ndërsa I devijon kanë ويضل الله الظالمين mizorët. E këtu ka thonën hyn sikur munafiqët edhe jo besimtarët. Gjithashtu e përmend një gjë interesant. Përmend disa argumente prej sunnetit, prej tyre e përmend hadithin e Baras, çat hadithën e gjatë që lexova. Thot në hadith ka ardhur kështu wa amma al-kafiru wal munafiq. Wa amma al-kafiru wal munafiq. فيقول له ما تقول في هذا الرجل. Ndërsa jo besimtarit, edhe hipokritit do në mirë, thot jo besimtarit edhe hipokritit I ka përmend të dy llojet. Edhe ma vonë Ibn al-Qayyim vjen edhe shpjegon se I ka përdorur me fjalën wow, me këtë farë pjesën në wow, al-kafiru wal munafiq. E që kjo vavi ju fide al-mughayara, kanë thonë në ulemoja e gjuhës arabe, që nuk kupton se këto janë dy lloje, dy kategori. Allahu xhalla wa ala në ditën, do më thonë në varr, edhe qafirit, jo besimtarit, edhe hipokritit, ju thot ma taqulu fi hadha ar-rajul. Çka ki më thon, çka do thosh për këtë njeri. Gjithashtu në një transmetim tjetër po të njëjtit hadith, thot fa idha kana fajiran ja'ahu malakul maut fajalasa 'inda ra'sihi. Nëse është fajir, pastaj shumë shashë. Nëse është fajir, I vjen meleku I vdekjes edhe ulet te koka e tij, edhe I thot pastaj o ti shpirti keq del prej këtij trupi kështu me radhë. Thot Ibn al-Qayyim rahimullah që kjo fajde, që kjo dobi shënohet me ujë të arit që thonë. Wasmul fajiri fi urfi al-Qur'ani was sunnati yatanawalu al-kafira qat'an ka qawlihi ta'ala إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. Nëse I mediton thot ajetet e Kur'anit edhe hadithet profetike, vjen me një konkluzion edhe përfundim se sa herë kur përdoret fjala fajir që I ka tejkalu kufit, te kjo fjalë hyn pa dyshim pa besimtarët që shfaqen mosbesimin e tyre, fillimisht hyn ata, pastaj çdo zullumçar tjetër hyn këtë fjalë. Do të thot wasmul fajiri fi urfi al-Qur'ani was sunnati yatanawalu al-kafira qat'an. Shmë thon nocioni fajir në zakonin e Kur'anit edhe sunnetit
krye këput e nënkupton pa besimtarin fillimisht. Edhe argumentohet me fjalët e Allahu Jalla wa Ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Edhe atë ditë njerëzit e mirë edhe besimtarët do të jenë në xhennetet e Allahut, ndërsa fujjar pa besimtarët do të jenë në dënime. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Gjithsesi, që me thonë, libri i pabesimtarëve apo është shkruar për pabesimtarë se përfundimi i tyre do të jetë zjarmi i xhehenemit. Allahi na ruaj. Prej meseleve tjera, kese emri i melekëve të cilat do ta sprovojnë njeriu natën e varrit është munker edhe nakir. Gjithashtu prej çështjeve të tjera është se fëmijët e besimtarëve ato të sprovohen ajo që kaloj si mesele. Pastaj janë disa mesele që duhet me u trajtu në javën e ardhshme. E ato janë si vijën. Hel adhabul qabri, kemë fol për shpërblimin edhe dënimin e varrit. Dënimi i varrit a është i vazhdueshëm apo ndërpritet? Kjo një mesele. Meselja tjetër, ku do të qëndrojnë shpirtat e njerëzve gjatë kësaj periudhës të barzahut, a janë në trupat e tyre apo ku qëndrojnë deri në ditën e kiametit. Çështja tjetër që duhet me u trajtu është a përfitojnë të vdekurit prej punëve të mira të gjallëve. Cilat janë ato punë të cilat ju shkon shpërblimi atyre, e cilat janë ato punë të cilat ka diskutim tek dietarët rreth tyre. Edhe çështja tjetër është se a dëgjojnë të vdekurit apo nuk dëgjojnë. Cilat janë ato çështje të cilat i dëgjojnë, cilat janë ato çështje të cilat nuk i dëgjojnë. Çështja tjetër është sa atakohen shpirtrat e njerëzve, besimtarëve, familjarëve në barzakh a nuk takohen. Inshallah këto mesele do t'i trajtojmë javën e ardhshme me lejen e Allahu Jalla wa Ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.